Në stinën e vjeshtës, lulet kërkojnë një kujdes të veçantë, pasi kjo periudhë është kalim nga vera e ngrohtë drejt ditëve më të freskëta të vjeshtës. Ndryshimi i temperaturave, rreshjet e shpeshta dhe orët e shkurtra të diellit mund të ndikojnë luleve, prandaj kujdesi i duhur është i nevojshëm për t'i mbajtur të shëndetshme dhe të bukura deri në pranverë. Ardit Limani na tregon më shumë për kujdesin e tyre. Bimë përgjithësi jo vetëm lulet, po edhe bimë të jashtme dhe të brendshme, për shkak të rrëmjes temperaturave kanë nevojë normalisht për ujitje më të rrallë, edhe ndryshimi i diellit është më i mangët në këto kohë, kështu që duhet me u pozicionu lulet e brendshme, sidomos duhet me u pozicionu në hapësira ku ka ndryshim diellit natyral pak më shumë. Cilat lule janë më të ndjeshme në këtë periudhë? Në këtë periudhë, do të thonë lulet që janë për oborr ose që quhen bimë dekorative të ambientet jashtme, janë më pak ndjeshme, ato janë me një periudhë lullëzimi, mund me thonë, edhe pse nuk lullëzojnë, për shkak që që përmenëm më herët është pjesa e temperaturës, që ndikon shumë në zhvillimin e tyne dhe në rritjen e tyne. Për lulet e brendshme nuk ka ndonjë efekt shumë të madh kjo periudhë, pasi që ambientet e brendshme kohëve të fundit veç se janë stabilizuar me kondicioner me forma ndryshme dhe temperaturat janë stabile. Po kjo që po e shohim këtu është një lule që besoj që ja vlen me cek, është një lule sezonale e cila në këtë periudhën e vjeshtës sjell ngjyrë dhe sjell bukuri. Për cilën lule është fjala? Tash, në këtë serën ku jemi këtu është një varietet, është një lloj lulës, quhet lulja krizantema, është një bimë shumë vjeçare, e cila mbjellet tash edhe lulëzon deri kur bie borë, pastaj prap fillon vitin tjetër dhe lulëzon në periudhën e njëjtë. Kjo bimë është në tregun tonë që një kohë shumë gjatë, mirë kohëve të fundit preferohet shumë, pasi që në periudhën vjeshtore dihet që për shkak të kohës edhe të motit periudha është pak më e hirit, më e zezë, më e mbyllt, edhe kjo lule kur çel në ngjyrat e saj sjell një atmosferë, një bukuri goxha të mirë në këtë periudhë. Kjo lloj lule që tash është për ambientet jashtme, mundet me u mbajt në vazo, në balkonet e ndryshme, në vazo në hapësira të mbyllura, po mundet me u mbjell edhe në tokë për ata që kanë oborr. Një këshill preferohet që në fund të sezonit masi t'i binë lulet, domethënë para mas rrëmjes borës të parë, do të krahasitet nivelin më të ulët, në mënyrë që vitin tjetër të lulëzojë dhe të marrë një formë pak më simetrike dhe të lulëzojë më shumë. Kur jemi tek këto lule që thash në përgjithësi, duhet të kemi kujdes tashmë edhe për atë pjesën e ujitjes, sepse tash kur kanë qenë temperaturat e larta, është dashur vazhdimisht ndoshta të shohim nga lloji i lulës dhe mënyrën se po e reflekton. Ne e them ndoshta shpesh e shohim çehrën e lulës. Patjetër, për shkak temperatura ekstreme, mund të thonë që kanë qenë këtë vit, temperatura rekorde në territorin tonë, ke mujt me vrejt në qeret lulës ose në qeret bimës, për shkak që temperaturat e nxehta se e stresojnë rrënjën e bimës edhe vreja që ka nevojë për ujitje shumë më shpesh. Tash në periudha vjeshtore, për shkak dhe të lagështisë të ajrit, ujitja duhet me qenë pak më e kujdesshme. Secila bimë ka kërkesat e veta, secila lule ka kërkesat e veta, nuk kisha dashur me përgjithësu një formë të ujitjes me një interval kohor për një javë ose 2 javë për së lule. Po, është periudha dhe e plehërimit ose e mbjelljes? Patjetër. Tash është periudhë ku tash për shkak temperaturave dhe edhe të kohës, gjithkohë merret me kop, gjithkohë merret me oborr, për shkak që është shumë më e lehtë me u mbjellë dhe me u bë një kop në këtë kohë. Pjesën më të madhe, do të thonë ujitjen e ke vetë se hekun pe menës me një farë forme, edhe sot po bjen shi, po edhe vjeshta njihet si sezon me shi. Po, gjatë kësaj periudhe, qysh me thonë, është e domosdoshme me u marrë me gjelbrim, me thonë. Duke i dhënë luleve kujdesin që meritojnë nga ujitja e moderuar, prerja e degëve të tharë, mbrojtja nga erërat e forta, deri te plehrimi i duhur, ne jo vetëm i ruajmë të shëndetshme, por i përgatisim për një fillim të ri në pranverë. Kujdesi i vjeshtës është investimi më i bukur që mund t'i bëjmë kopshtit ton apo ambientit të brendshëm dhe shpërblimi vjen sërish në formën e një kopshti që lulëzon më bukur se kurrë.